Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon betejë pro dhe kundër Ramadan Zeinullahu. Ministri i Arsimit futet në konflikt me kundërshtarët e rektorit. Ndërhyn SBA i tregon opozitës për pasojat që po i shkaktohen shtetit. Ratifikimi i MSA-s sfidon opozitarët, nuk di nëse duhet zhbllokuar kuvendi. 10.000 euro konsiderohet dëmi në stacionin e policisë. Aktivistët e vetëvendosjes mbeten në paraburgim. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka shfuqizuar vendimin për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Ramadan Zeinullahu. Shoqëria civile ka protestuar para objektit të mashtit për sa kohë që ka reaguar dhe Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami e ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për shkarkimin e rektorit Ramadan Zeinullahu. Arsyeja e këtij vendimi të ministrit ishte se shkarkimi i rektorit është iniciuar në kundërshtim me statutin e Universitetit të Prishtinës. I menjëhershëm pas vendimit të ministrit ka qenë reagimi antarëve të Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit të UP-s, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre rreth ndërhyrjeve në punët e pavarura dhe vendimarrjen e organeve të Universitetit të Prishtinës. Në reagimin e Këshillit Drejtues, thuhet se shkarkimi i rektorit Zeinullahu është rrjedhojë e situatës së krijuar me keq menaxhimin e Universitetit të Prishtinës, bllokimin e Senatit, shkeljet e statutit, shkeljen e rregulloreve të punës së Senatit, dëmtimin e buxhetit me vendim gjyqësore, përdorimin e fjalorit dhe gjuhës së urrëties ndaj stafit akademik, administrativ dhe të universitetit. Por pavarësisht vendimit të ministrit, shoqëria civile, studentë e gazetar ishin mbledhur para objektit të Ministrisë së Arsimit për të protestuar duke i dhënë afat ministrit të Arsimit që deri të mërkurën të nisë procedimin e kërkesave të tyre. Në të kundërtën, nëse ky i fundit nuk fillon me procedimin e kërkesave të tyre, ata do të mbledhen përsëri të mërkurën për të protestuar. Ron Gjinovci, prijësi protestës nga shoqëria civile, tha se në universitet mbretëron autonomia e krimit. Edhe sot po e vendosim një standard 3, standardin e cilësisë në Universitetin e Prishtinës. Autonomia e Universitetit Prishtinës është qensore që ai me mujt me funksionu i pavarun edhe me kry misionin e tij. Deri sot, thojshin nuk mujna me ndërhy në autonominë e universitetit. Por aty, sot ka krim, duhet me ndërhy në autonominë e krimit për me vendos autonominë e Universitetit Prishtinës. Lidhur me zhvillimit të fundit në Universitetin e Prishtinës, ka reaguar edhe zyra e BE-s në Kosovë. Në reagim thuhet se përfaqësuesi i posaçëm i BE-s është i shqetësuar me zhvillimet e fundit në Universitetin e Prishtinës, të cilat nuk kontribuojnë në përmirësimin e standardeve të arsimit në Kosovë, që janë më të ultat në rajon. Pos zhbogarit në mbrojtje të rektorit ka dalë edhe presidentja Atifete Jahjaga. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami, pas shfuqizimit të vendimit të Këshillit Drejtues për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Prishtinës, ka mbajtur një konferencë për media në të cilën ka mbrojtur vendimin e tij duke quajtur atë si të lidhshëm. Sipas tij, vendimi i Këshillit Drejtues për shkarkimin e rektorit ishte i përshpejtuar dhe i pamatur. Vendimi i Këshillit Drejtues për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Ramadan Zeinullahu, ka qenë i përshpejtuar, i pamatur dhe i paditur. Madje janë vërejtur shkelje substanciale. Shkarkimi i rektorit do ta fuste universitetin në krizë edhe më të thellë. Kështu ka deklaruar në një konferencë për media Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, pasi ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues. Bajrami tha se shkarkimi nuk është zgjidhje, duke shtuar se iniciativa e 28 senatorëve përmes një peticioni nuk i ka plotësuar kushtet për procedim ligjor për marrjen e vendimit të Këshillit Drejtues.
Problemet akademike duhet i zgjidhni vetë. Ne nuk do të hyjmë asnjëherë dhe s'kemi ndërhyrë asnjëherë. Është plotësisht i lehtëshëm, i bazuar plotësisht në ligjin për procedurën administrative, plotësisht brenda kompetencave të Ministrisë të mbikëqyrë ligjshmërinë e punës. Dhe unë inkurajoj të gjithë ata anëtarë të Këshillit Drejtues që kanë rezerva, inkurajoj që të ushtrojnë ankesë. Sipas tij, vendimi i Ministrisë për shfuqizimin e vendimit të Këshillit Drejtues është i lehtëshëm. Ministri Bajrami bëri ftesë që jo vetëm rektori, por edhe të gjithë punonësit në universitete, po ashtu edhe studentët t'i kthehen punës, sepse sipas tij vetëm kështu mund të rritet cilësia e universitetit. Dhe unë i bëj ftesë rektorit që të kthehet, ta marrë detyrën dhe të vazhdojë punën e vet. I bëj thirrje rektorit të universitetit, i bëj thirrje të gjithë dekanëve të fakulteteve, i bëj thirrje të gjithë anëtarëve të senatit, i bëj thirrje të gjithë përfaqësuesve të studentëve në parlamentin studentar, që të ulen si njerëz të civilizuar, si njerëz të kulturuar, si njerëz të përgjegjshëm dhe akademik, të vazhdojnë punën, të thrasen sa më shpejt mbledhjen e senatit. Ai ka thënë se rektori ka për detyrë të kthehet në punë, sepse kauza e tij për punë dhe për ta drejtuar universitetin është në gjysmë të rrugës. Ai ka shfaqur bindjen se rektori do të kthehet, duke shtuar se rektori Zejnullahu e ka të qartë se nuk është i vetëm, por pas vetes ka institucionet e vendit. Megjithatë, janë organizatat e dalja nga lufta e UÇK-s ato që e përkrahin vendimin e Këshillit Drejtues si organ më i lartë i UP-s për shkarkimin e Ramadan Zejnullahut nga pozita e rektorit. Sipas tyre, ky vendim është në përputhje me ligjin dhe autonominë e Universitetit të Prishtinës. Shkarkimin e kryetarës së Këshillit Drejtues të UP-s, Shefkje Islamaj, nga ana e Ministrit të Arsimit Arsim Bajrami, e vlerësojnë politik, klanor dhe tendencioz. Këto ndërhyrje ata thonë se nuk do ta stabilizojnë gjendjen në universitet, por do ta thellojnë edhe më shumë krizën. Vartësit e figurave politike kryesore për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit nuk dinë nëse Isa Mustafa, Hashim Thaçi dhe Bekim Çollaku do të jenë nënshkrues të MSA-s. Këshilli i Bashkimit Evropian vendosi që kjo marrëveshje të nënshkruhet të martën. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila do të nënshkruhet më 27 tetor në Strasburg. Dihet se nga ana e BE-s, marrëveshjen do ta nënshkruajë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe Johannes Hahn, komisionar për politikën evropiane të fqinjësisë dhe për negociata për zgjerim. Por nga ana e Kosovës, ende nuk dihet se kush do të vënë nënshkrimin në marrëveshjen e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian, që paraqet hapin e parë formal drejt antarësimit të plot në BE. Zyra e kryeministrit nuk ka sqaruar nëse kryeministri Isa Mustafa do të jetë ai që do të nënshkruajë marrëveshjen, por as zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe ata të Ministrisë për Integrime Evropiane nuk kanë informacion se kush do të nënshkruajë MSA-n nga ana e Kosovës. Edhe ministrja për dialog Edita Tahiri nuk sqaron se kush do të jetë nënshkrues, sikurse që nuk dinë edhe vartësit e zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi dhe ministrit Bekim Çollaku. Gjatë ditës është bërë ditur se Ministria për Integrim Evropian ka bërë të gjitha përgatitjet ligjore për nënshkrimin e MSA-s dhe procedimin e më tutjetshëm për ratifikim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. MSA përmban 597 faqe, në 10 tituj, 7 anekse dhe 5 protokolle. Zëdhënësia e Bashkimit Evropian Maja Kocianqic thotë se kjo marrëveshje do të nënshkruhet në Strasburg, në shtëpinë e Parlamentit Evropian. Implementimi do të sjellë përparime në ekonomi, siguri juridike, llogaridhënien e qeverisë dhe stabilitetin politik të popullit të Kosovës, shprehet Kocianqic. Serbia, Maqedonia, Mualizi, Shqipëria dhe Turqia janë vendet kandidate për në Bashkimin Evropian. Kroacia është shteti i fundit i ish Jugosllavisë që i është bashkuar bllokut në vitin 2013. Partitë opozitare ende nuk kanë vendosur nëse do të zhbllokojnë punën në Kuvendin e Kosovës për të ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila pritet të nënshkruhet me 27 tetor. Zyrtarë të këtyre partive të kontaktuar nga Tribuna Channel kanë deklaruar se për këtë çështje do të ulen dhe do të vendosin 3 liderët e partive politike. Nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit rrezikon që ta gjejë Kuvendin e Kosovës të bllokuar. Marrëveshja e cila pritet të nënshkruhet me 27 tetor, duhet të miratohet në Kuvendin e Kosovës dhe atë me 2/3 e votave të deputetëve. E nga ana tjetër, partitë opozitare nuk janë të vendosura nëse do të pranojnë të zhbllokojnë Kuvendin e Kosovës për të miratuar këtë dokument i cili hap rrugë liberalizimit të vizave dhe proceseve tjera evropiane.
Tribuna Channel ka marrë qëndrimin e 3 partive opozitare, mirë pas njëra nga ato nuk ka dhënë qëndrim të prerë se si do të veprojnë kashike asaj çështjeje. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Frashe Krasniqi nuk ka pranuar të prononcohet për këtë çështje. Ai madje ngrit dyshime nëse do të arrihet një gjë e tillë, pasi sipas tij, qeveria e Kosovës shumë herë ja ka huqur me datat për MSA-n. E nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Palekaj, thotë se si parti opozitare janë të vendosur në kërkesat e tyre, sepse sipas tij, më e rëndësishëm se stopimi i ndarjes së Kosovës nuk ka asnjë proces tjetër. Sa i përket miratimit të MSA-s, nuk kemi vendim tani për tani. Kur të vi kjo çështje, 3 liderët e partive opozitare do të vendosin. Ndërsa deputeti nismës për Kosovën Zafir Berisha është optimist se deri me 27 tetor do të tejkalohen dallimet mes pozitës dhe opozitës. Deri atëherë ne presim që Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa ka me u vëjdisuar për gabimet që i kanë bërë në Bruksel. Nënshkrimi i MSA-s është shumë domethënës për Kosovën dhe perspektiven e saj. Deri në atë kohë ka me u zgjidh këto probleme kontestuese që i kanë nxjerrë qeveria në raport me perspektiven dhe sovranitetin e vendit. Nënshkrimi i MSA-s sipas tij nuk nënkupton çfarë ditë duhet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. E drejtori i lëvizjes Fol Petrit Zogaj është optimist se për këto çështje madhore, pozita dhe opozita do të gjejnë mirëkuptim. Këto çështje të mëdha që kanë të bëjnë dhe me marrëveshjet kontraktuale me BE-n ose me shtetet bilaterale që mund të jenë të rëndësishme, do duhet me pas një pajtim kombëtar në këtë rast dhe subjektet politike që përballë këtyre proceseve të mos jenë antagonist. Pra besoj që në këtë rast edhe opozita do të pajtoheshin që ne ta nënshkruajmë MSA, ta ratifikojmë sigurisht dhe të shkojmë tutje. Ndryshe, sot Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Miratimi i saj hap rrugë për nënshkrimin e MSA-s, e cila pritet të bëhet me 27 tetor në Strasburg. Kreu i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur në një takim ambasadorin amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, me të cilin biseduan për bllokimin e Kuvendit nga partitë opozitare. Veseli e Dalloway i kanë bërë thirrje opozitës që të zhbllokojnë Kuvendin, pasi nga ky bllokim më së shumti po dëmtohen qytetarët e Kosovës. Një ditë para zhvillimit të seancës plenare, e cila nga shumë kush po vlerësohet si ndër seancat më të tensionuara, ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, ju është drejtuar opozitës me disa mesazhe të fuqishme. Dalloway, pas takimit që pati me kryeparlamentarin Veseli, tha se pamjet nga seancat e fundit do të largojnë investitorët e huaj dhe po e dëmtojnë procesin e liberalizimit të vizave. Është shumë e rëndësishme që të zhbllokohet Kuvendi dhe të vazhdohet me seanca. Situata e krijuar në Kuvend nuk është një gjë e mirë për Kosovën. Unë kam një mesazh për ju. Ju po e dëmtoni ekonominë e Kosovës dhe po e dëmtoni procesin e liberalizimit të vizave. Armët sipas tij nuk kanë vend në Kuvendin e Kosovës. E nga ana tjetër, kreu i Kuvendit Kadri Veseli u zotua se pavarësisht rrethanave nuk do të lejojë skena konflikti në Kuvend. Veseli i vlerësoi njerëz të dopt ata që kanë për qëllim për të shkaktuar situatë konfliktuoze në Kuvend. Niko Qiri i këtij takimi falenderoi SBA-t për kontributin e dhënë Kosovës, në të njëjtën kohë i bëri thirrje opozitës që të zhbllokojnë Kuvendin. Parlamenti nuk është vendi ku duhet të ketë bllokadë. Parlamenti është vendi ku ne duhet të komunikojmë bashkërisht. Në mënyrën që ata arrijmë zgjidhje të cilat janë në interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Nëse ka vend ku mund të shprehet patriotizmi jonë nacional dhe qytetar dhe ku mund të përmirësohet jeta e njerëzve tanë, është vetëm parlamenti. I pari i legjislativit shprehu shqetësimin se bllokimi i Kuvendit ndikon shumë edhe në integrimet euroatlantike të Kosovës. Shoqëria civile nesër organizon një marsh paqësor për t'i përcjellë mesazhet se dhuna në Kuvend nuk duhet të jetë pjesë e veprimit politik as brenda dhe as jashtë institucioneve. Ky marsh do të bëhet me çadra të bardha në shenjë simbolizmi të paqes. Shoqëria civile në ditën kur mbahet seanca parlamentare ka paralajmëruar një marsh paqësor nga ora 11. Ismet Kryezeu nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se nesër do të mbajnë një marsh paqësor ku të gjithë do të dalin me çadrat të bardha dhe do të marshojnë nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek parlamenti. Nëpërmjet këtij marshi, shoqëria civile dëshiron të bëjë thirrje që dhuna të mos jetë pjesë e veprimit politik, si brenda ashtu edhe jashtë institucioneve.
duke besuar se gjuha e dialogut politik është forma e vetme e zgjidhjes së problemeve politike. Gjithsesi mbështesim iniciativën e presidentes, e cila veç ka takuar liderët politik në mënyrë ndarës në gjithta, edhe presim që ndoshta të ketë një takim përbashkët edhe mbështesim iniciativën e saj që të mund të ulë liderë së bashku me një tërheqës politike për diskutuar daljen më tutje. Normalisht edhe në kuadër saj inkurajojmë subjektet politike për të krijuar edhe për të lëvizur nga pozicionet edhe për të përdorur dialogun si mundësi e daljes nga situata ku jemi futur. Gjithsesi, ne konsiderojmë që thirrja e seancës plenare pa ndryshime të qëndrimeve politike dhe të rrethana politike nuk do ta ndihmojë situatën e nesme, për këtë arsye edhe marshi faqësor ka për qëllim do të thotë që të jap mesazhe të paqes, mesazhe të dialogut, edhe për të bërë një presion publik me gjitha aktorët që janë përfshirë në këtë proces. Fatmir Curri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile tha se qëllimi i tyre është për të adresuar shqetësimet të qytetarëve. Dy seancat e fundit të kuvendit kanë treguar që megjithatë mund të ketë dhunë mrena dhe e cila mund të përshkallëzohet jashtë, dhe qëllimi jonë nesër është që si shoqëri civile ta ngrisim zonin tonë që të kërkojmë për një maturi politike, për qetësim të situatës, për dialog politik dhe zgjidhje institucionale të problemit. Në këtë konferencë u bë thirrje që gjithë shoqëria civile dhe qytetarët të i bashkohen këtij marshi paqësor. Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të dyshuarve Ylli Hoxha, premtor i Bërdemaj, Uran Hasani, Arbër Kaçoraj dhe Armen Loshaj. Kështu, Apeli ka refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Pala mbrojtëse e dyshuarve kishte ushtruar ankesën ndaj vendimit të shkallës së parë me të cilin u kishte caktuar të lartë përmendurve një muaj paraburgim. Të dyshuarit ishin arrestuar në natën e 12 tetorit gjatë protestës kundër ndalimit të ish-liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në procesin e zbardhjes së fatit për personat të pagjetur. Përfaqësuesit e komisioneve për personat e pagjetur të dyja vendeve e kanë vlerësuar këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm për bashkëpunim rajonal. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur është një problem rajonal dhe duhet trajtuar si i tillë, duke lënë anash politiken e duke mbështetur familjarët e të zhdukurve dhe të pagjeturve. Për këtë qëllim janë bashkuar edhe Kosova dhe Mali Zi, të cilët përmes përfaqësuesve institucional kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që do ndihmonte progresin e këtij procesi. Kryetari i Komisionit për të pagjeturit të Malit të Zi, Dragan Gjukanović, e ka cilësuar këtë marrëveshje si të një rëndësie të veçantë. Ai ka bërë të ditur gjithashtu se janë duke punuar që të përpilohet një listë e përbashkët rajonale me emrat e personave të zhdukur. Kjo marrëveshje është një rëndësie të veçantë edhe për ndikimin dhe bashkëpunimin rajonal. Ne jemi të interesuar që për këtë fushë të punohet në nivelin rajonal. Andaj edhe po punojmë në përpilimin e një liste të përbashkët me emrat e të pagjeturve. Preng Gjetaj nga Komisioni për të pagjeturit e Kosovës ka deklaruar se kjo marrëveshje do ndihmojë me shkëmbim të informatave dhe përvojave mes dy vendeve. Gjetaj ka shtuar se ky është një proces i rëndësishëm në nivelin rajonal dhe se politika duhet qëndrojë jashtë këtij procesi. Nënshkruajmë marrëveshjen e bashkëpunimit që do të thotë një marrëveshje për shkëmbimin e informacioneve, për bashkëpunimin në punën e procesin e ndriçimit të fatit persona të zhdukur. Ta largojmë politiken në ndriçimin e fatit persona të pagjetur. Të dy përfaqësuesit kanë shprehur gatishmëri për një bashkëpunim edhe më të madh në zbardhjen e fatit për persona të pagjetur. Pas takimit, Gjukanović dhe Gjetaj kanë vizituar memorialin për të pagjeturit, në të cilin kanë lënë kurora lulesh.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve të regionit në Dubrovnik tha se Kosova është e gatshme të jap kontributin e saj në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë. Demolli theksoi angazhimin e Republikës së Kosovës në promovimin e stabilitetit, sigurisë rajonale dhe evropiane, por gjithashtu dhe interesimin e Republikës së Kosovës për andarësimin në të gjitha iniciativat rajonale dhe strukturat globale të sigurisë. Gjithashtu ministri Demolli foli edhe për procesin e transformimit të FSK-s në forcat të armatosura të Kosovës, duke u shprehur se forca e ardhshme do të jetë forca për të mirën e qytetarëve të saj dhe do të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në rajon e Mëgjerë. Stacioni policor Qendra ka pësuar dëme të konsiderueshme në natën e 12 tetorit, kur aktivistë të lëvizjes vetëvendosje sulmuan këtë stacion në kërkim të lirimit të Albin Kurtit. Në raportin preliminar të dëmeve që ka bërë policia, vlera e dëmeve është afro 10.000 euro. 10.000 euro është shifra e dëmëve që janë shkaktuar stacionit kryesor të policisë nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje natën kur u arrestua antari i kësaj lëvizje, Albin Kurti. Dyer elektronike, kamera të sigurisë dhe shumë dritare janë vetëm disa nga dëmët që psoi ky stacion, vlerat e cilat konsiderohet se arrin 10.000 euro, pa përfshirë në këtë llogaritje veturat e djegura të prokurorisë. Lirisht mund të them që janë shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe në bazë të asaj që ne kemi një raport preliminar të dëmeve, edhe pse ende janë duke u bërë vlerësime të sakta, dykun llogaritet afërsisht rreth 10.000 euro të janë shkaktuar dëm. Është dëmtuar komplet dera hyrëse, cila është derë elektronike, janë thyer xhama të ndryshëm të zyrave që kanë qenë pjesë e hapësirës stacionit policor, duke përfshirë atë në katin e parë dhe deri në katin e tretë tek drejtoria rajonale e policisë në Prishtinë. Kelani ka shtuar se pas përfundimit të raportit final në bazë të procedurave ligjore, ai do dorëzohet në prokurori. Ndërkaq sa i përket seancës së nesërme të Kuvendit të Kosovës, Kelani ka thënë se nuk ka pasur një ftesë konkrete nga Kuvendi që të shtohen masat e sigurisë, sikurse që ishte kërkuar në seancën e kaluar. Policia e Kosovës çdo herë bën përgatitjet e saj me kohë. Ju dini që në seancën e kaluar është kërkuar që të ketë një kontroll më të shtuar të policisë Kosovës. Mirë po ne gjitha veprimet tona edhe në seancën e radhës do i marrim konform autorizimeve dhe procedurave standarde të operimit për zyrtarët policor që janë përgjegjës në afrimin e sigurisë dhe ushtrimin e kontrollit në objekt, kështu që do të realizojmë detyrat tona konform punës dhe zhvillimeve që bën. Jemi në bashkëpunim në çdo aspekt me gjitha institucionet aty ku kërkohet dhe vlerësohet që të ketë, ne jemi të gatshëm ta bëjmë. Kelani ka shtuar gjithashtu se policia do veprojë në çdo situatë në bazë të detyrave që edhe i takojnë në sigurimin e rendit dhe rregullit publik. Zëvendës Ministri i Kulturës Recep Hoti ka pritur në takim delegacionin e organizatës kulturore Art Angel dhe Balkans Arts and Culture Fund, ku dhe biseduan për projektin kulturor për Ballkanin Perëndimor. Hoti tha se ky projekt është ekskluziv sepse përfshin gjithë rajonin. Zëvendës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Recep Hoti të njëjtën ka pritur në takim përfaqësues të organizatës për kulturë Art Angel dhe ambasadës së Zvicrës në Bosnjë e Hercegovinë. Në takim u bisedua rreth projektit kulturor për Ballkanin Perëndimor, projekt ky për ndryshimin në zhvillimin e përgjithshëm shoqëror. Hoti deklaroi se projekti për Ballkanin Perëndimor është projekt ekskluziv që përfshin gjithë rajonin, duke shtuar se takimi me këtë organizat ishte mjaft i suksesshëm. Ishte një takim shumë i suksesshëm në kuptimin e shkëmbimit të përvojave dhe mundësisë se çfarë ne do të ndihmojmë atyre. Natyrisht, ne shprehim një gatishmëri që të kemi një mbështetje dhe prej fondacioneve të tyre mbi artën dhe kulturën, veçmas për në drejtim të kulturës dhe në veçmas për artistët veç si individ. Ai shprehu edhe gatishmërinë e ministrisë për të bashkëpunuar në dhënien e mbështetjes veçmas për aktivitetet e artistëve, kurse përfaqësuesi i ambasadës së Zvicrës në Bosnjë e Hercegovinë, Sanela Ademović, dha informacione rreth projektit. Projekti po gëzon edhe mbështetjen e qeverisë zvicerane nëpërmjet granteve për kulturë, i cili mbi të gjitha synon të përkrahasë skenën e pavarur kulturore. Ndërsa përfaqësuesja e organizatës Art Angel, Petra Bishov,
u shpreh lumtur për gatishmërinë e ministrisë për të dhënë kontribut të përbashkët për jetën kulturore. Qëllimi i projektit është mbështetja e artistëve të pavarur dhe kulturës së pavarur. Deri më tani kemi realizuar 4 projekte regionale, përderisa aktualisht janë duke u implementuar edhe 15 të tjera. Bischoff tregoi edhe rreth organizimit që do ta kenë të premten në kryeqytet, ku do ta prezantojnë punën dhe perspektivat e ardhshme të projektit. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Një mashkull i maskuar dhe i armatosur me një shpat ka vrarë një mësues dhe një nxënës dhe ka plagosur 2 njerëz të tjerë në një shkollë në Suedi para se të qëllojë me armë zjarri nga policia. Sulmuesi që thuhet të jetë në të 20-tat është duke u trajtuar në një spital të afërt në qytetin e Trollhättanit pas plagëve të pësuara, ka njoftuar policia. Një zëdhënës i spitalit në AL ka thënë se njëri prej të plagosurve është nxënës, ndërsa i plagosuri tjetër është mësues i shkollës. Të plagosurit kanë pësuar lëndime të rënda dhe u janë nënshtruar operacioneve, ka njoftuar një zëdhënës i spitalit. Kryeministri suedez Stefan Löfven ka reaguar menjëherë pas tragjedisë, duke thënë se kjo është një ditë e zezë për vendin. Femrat dhe fëmijët emigrant në kampet jashtë portit francez të Calais do të strehohen brenda javës në tenda me ngrohje. Ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve ka thënë se këto masa synojnë mbrojtjen e rreth 6.000 personave nga temperaturat e ulta teksa dimri po afrohet. Cazeneuve ka njoftuar për masat e reja pas vizitës së tij të shtatë në kamp. Ai ka thënë se një qendre strehimi për femrat dhe fëmijët, që aktualisht ka hapësirë për 200 vetë, do t'i rritet kapaciteti për të strehuar 400 persona brenda fundit të vitit. Ndërkohë, tendat me ngrohje do të ngrihen brenda javës dhe asnjë femër dhe asnjë fëmijë nuk do të mbetet pa strehë në këtë qytet, ka thënë ministri francez. Numri i refugjatëve në kampin që cilësohet si xhungla e re është shtuar në muajt e fundit, teksa kriza e emigrantëve me të cilën përballet Evropa është intensifikuar. Shumica e tyre largohen nga konflikte dhe varfëria në Afrikë, lindjen e mesme dhe Afganistan dhe kërkojnë të kalojnë kanalin për të mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar. Shtëpia Bardh e ka dënuar ashpër një vizitë në Moskë të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Presidenca amerikane e ka kritikuar Rusinë për pritjen me qëllim të kuq që i ka bërë al-Assadit. Ne e konsiderojmë pritjen me qëllim të kuq për al-Assadin, një njeri që ka përdorur armë kimike kundër popullit të tij, në kundërshtim me objektivin e deklaruar rus për një tranzicion politik në Siri, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardh Erik Schulz. Vizita e liderit sirian të martën ka ndodhur vetëm 3 javë, pasi Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri kundër militantëve të grupit Shteti Islamik dhe forcave të tjera në vend. Ajo është vizita e pare al-Assadit jashtë vendit, që kur ka shpërthyer lufta në Siri në vitin 2011, e cila i ka marrë jetën qindra mijëra njerëzve. Al-Assad në Moskë e ka shprehur falënderimin e tij për ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në konfliktin civil në vendin e tij. Shtëpia e Bardh druan se mbështetja ruse për regjimin e al-Assadit vetëm do të shërbejë për të zgjatur luftën civile në Siri. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen tonë gazetatribuna.com. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë në pafshim.